Studentët e Shkodrës kanë organizuar këtë njëjtë një marshim sensibilizues në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, një thirrje për solidaritet dhe përgjegjësi qytetare në mbrojtje të një drejte themelore siç është zhvillimi i procesit arsimor në gjuhën shqipe. Studentët theksuan se mbështetja e tyre do të vijojë në çdo formë të mundshme. Sot janë mbledh student, përfaqësues shoqërisë civile, përfaqësues dhomës avokatisë Shkodër në lidhje me mbështetjen e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut që kërkojnë që përvimet e tyre shtetërore zhvillohen në gjuhën amtare, gjuhën shqipe. Në lidhje me hapat të radhës, e para është sensibilizimi i sotshëm që do të bëjmë një marshim sensibilizues, solidariteti, që ata nuk janë vetëm, që zëri i tyre është edhe zëri jonë. Dhe po ashtu do të vazhdojmë edhe me mbështetjen tjetër që ndoshta mund të bëhet një grup studentash shkojnë në Maqedoninë e Veriut ose solidaritet në rrjetet sociale ose çdo gjë tjetër që është e mundur për të realizuar. Përsa i përket reagimeve janë skeptik sepse kemi ndërhyrje nga partitë politike dhe ju këshilloj që të rrinë sa më larg rreth kësaj marshimi sensibilizues për të mos ta bërë pjesë. E kërkoj me shumë dashamirësi në mënyrë që studentat jenë të lirë të bëjnë një marshim sensibilizues për studentat e tjerë shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Jam studente e Fakultetit Drejtësisë të Universitetit Luiç Gurakuçi, jam mbështetëse e kazës së kolegëve të mi studentë të drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Mendoj se pavarësisht se ne si student dim shumë gjuhë të botës, por gjuha shqipe ngelet një ndër gjuhët më të vështira dhe më të rëndësishme të popullit shqiptar. Mendoni shumë dhe mbështet në këtë protestë, sepse një mbështetje e vogël mund bëj shumë ndryshime të mëdha. Jena në mbështetje të shqiptarëve të Maqedonisë, sidomos studentëve që ta bëjnë provimin e tyre në gjuhën shqipe, domethënë, nga që është pjesë e jone, është pjesë e trevës. Në marshim morën pjesë dhe qytetarë e përfaqësues të shoqërisë civile, sipas tyre drejta e arsimimit është një drejtë që mbrohet nga akte ndërkombëtare, ndërkohë u bë thirrje kuvendit të miratoj një rezolut që i drejtohet vendit të Këshillit të Evropës për të mbrojtur të drejtat e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Drejta e arsimimit është një drejtë që buron nga Konventi Evropian e Drejtave të Njerëzit dhe nga protokolli numër 2 i kësaj konvente, të cilët i japin një detyrim çdo shtetit për të arsimuar çdo individ. Drejta për të arsimuar në gjuhën tënde amtare është një drejtë po ashtu që mbrohet nga këto akte ndërkombëtare dhe studentët shqiptar nuk kërkojnë asgjë më tepër se sa respektimin e këtyre drejtave të cilat janë të mbrojtura nga legjislacioni më i lartë i Këshillit të Evropës dhe i Bashkimit Evropian. Ndaj ne sensibilizohemi me to dhe ju bëjmë thirrje çdo aktori, ministrit jashtëm, Kuvendi i Shqipërisë të miratojë një rezolut dhe t'i drejtohet vendeve të Këshillit të Evropës për të mbrojtur të drejtat e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, që të respektohet e drejta për të studiuar dhe për të patur kurrikula në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe. Ekzistenca e jonë si popull, si komunitet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjitha vendet e tjera, pra ku ka shqiptarë, që janë Kosovë, Maqedoni e Veriut, Malizi, e tjerë edhe Greqi, ne ekzistojmë për shkak se kemi ruajtur zakonet dhe mbi të gjitha gjuhën tonë. Marshimi organizuar nga Truma deri te godina Bashkisë Shkodër.